Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht në kanalin Monitor TV për të nisur ditën tonë maraton të gjatë në fakt, të komentimeve dhe të ngjarjeve më të fundit. Sot dua të nis këtë ditë duke komentuar një marrëdhënie që në fakt ka ngritur dyshime dhe pikpyetje, qëndrimet e tyre, lëvizjet e tyre, pothuajse janë duke mbajtur publikun mbërthyer për ekrani për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh me këtë marrëdhënie. Është një lojë apo është një dashuri e vërtetë? Që nga dita kur Brikena dhe Mateo janë hequr nga followers në Instagram, domethënë ato nuk janë hequr, po ka një opsion aty që mundesh të mbyllësh atë follower që ti nuk dëshiron për shembull ta tregosh te publiku, që në këtë rast Mateo ka mbyllur Brikenën dhe Brikena Mateon, se për t'u bërë delete nuk janë bërë delete, do me thënë mes njëri tjetrit, kanë vazhduar t'jenë friend siç herën e kaluar, ka ngritur një pikpyetje të madhe te publiku dhe publiku në fakt është i ndarë në dysh. Disa mendojnë që çifti ka përjetuar një ndarje dhe ka një krizë mes to, ndërsa disa të tjerë mendojnë që është thjesht një opsion për thashë theme, për lajme portalesh dhe është një strategji në fakt marketingu e çiftit. Domethënë ka patur dy mendime të ndryshme në raport me këtë çiftin. Tani nga informacione që unë kam arritur të siguroj deri më tani, sepse dua të jem me informacione, nuk dua që të flas në ajër, edhe pse gjithmonë kam qenë koherent, domethënë nuk e kam dhënë mendimin tim të fundit në raport me këtë çift, gjithmonë kam folur me doreza, domethënë kam patur një bagazh në raport me Brikenën edhe Mateon me marrëdhënien e tyre, kam arritur të kuptoj që këto lëvizje dhe këto ndarje të vogla, le t'i themi, janë ndarje për media. Domethënë, Mateo dhe Brikena një periudhë filluan që t'u del emri që ndiqen në rrjetet sociale, tani nuk ju del më. Çifti nuk është se ka folë për këtë gjë, nuk është se ka komentuar diçka në asnjë mënyrë, ato hodhën një foto në story dhe menjëherë pas pak minutash, pas pak orësh gjithçka ndryshoi, domethënë gjithçka mori krejtësisht një kahje tjetër, gjithçka mori një dimension tjetër dhe të gjithë u ngritën duke pyetur se çfarë në të vërtetë po ndodh me këtë marrëdhënie dhe pse janë këto gjëra. Unë këtë lëvizjen, unë personalisht, e shikoj më së shumti për klikime. Domethënë nuk e shoh një lëvizje për inate, për mbledhje, një lëvizje që do të dëmtonte Mateon edhe Brikenën, e shoh si një lëvizje për klikime, domethënë nuk është një ndarje. Raporti i tyre është ideal, ato në prapasken janë fantastik, gjatë orarit me patjetër, domethënë të punës së tyre, sepse ato në fund ditës e kanë orar pune dhe duhet të jenë të fokusuar në gjën që bëjnë, sepse kanë nënshkruar një kontratë e cila domethënë duhet realizuar tek ato dhe duhet mirë kuptuar edhe nga ana e publikut për kontratën që ato kanë bërë dhe kjo gjëja në fakt i bën ato që të jenë më të dashur dhe më të fokusuar tek publiku. Mos besoni në një ndarje, ju kisha thënë që mos besoni në një ndarje, nuk ekziston një ndarje. Informatat e mia janë që çifti është në një raport harmonikisht shumë të lumtur dhe një raport shumë të mirë. Tani unë nga eksperienca ime po ju a them që të qenurit personazh publik dhe të qenurit pjesë e skenave gjigande është më se normale që të bëhen lëvizje të tilla, domethënë të bëhen forma të tilla të marketingut. Këto quhen lëvizje marketingu. Në jetën mediatike këto quhen lëvizje marketingu. Në qoftë se një personazh publik, supozojmë, nuk do të bën një lëvizje të tillë, që domethënë të ketë skandale të tilla, ashtu siç e quan vet publiku, për mendimin tim nuk është se i shitet materiali të cilin e ka. Unë e shoh që çifti dëshiron që të jetë në qendër të vëmendjes, kanë fituar famën e tyre, kanë fituar interesin që publiku ka një interes të madh
për t'i ndjekur, për të qenë pranë tyre, për të kuptuar çdo lëvizje që ato kanë. Dhe në këtë mes, unë e shoh çiftin që thjesht domethënë bën lëvizje të vockla, vetëm e vetëm për t'u shkruar titujt e mëdha, domethënë këto tituj që ne i lexojmë nëpër portale, që portalet nuk ndalojnë së shkruari për këtë dyshe. Besoj në atë që kam besuar gjithmonë, domethënë që në ditën e parë un kam parë një shkëndi mes këtyre të dive, do të them një shkëndi dashurie, dhe më pas domethënë kam kuptuar që do të luftojnë për njëri tjetrin deri në fund. Unë nuk e besoj që një marrëdhënie, një histori mund të shkatërrohet brenda një nate për një kacafytje të vogël që mund ta ketë një çift. Të gjithën këtë lëvizjen, me thënë drejtën, e shoh si një lëvizje strategji për marketing. Me thënë asnjë gjë tjetër. Strategjitë për marketing bëhen edhe në botën e jashtme, shumica e personazheve publik domethënë bëjnë strategji të tilla, bëjnë lëvizje të tilla, vetëm e vetëm që të jenë në qendër të vëmendjes. Do thënë të jenë më të komentuarit, sepse qendra e vëmendjes me patjetër që rritën edhe pazarin, gjën më kryesore, domethënë rritën pazarin e personazhit, rritën pazarin e kontratës, gjithçka tjetër që lidhet në këtë zinxhirin e madh që e përbëjnë të gjithë këtë emrin që ne e shohim sot në skenë. Andaj do të kisha apeluar për të gjithë ndjekësit, personazhet të cilët janë pjesë e marrëdhënies së çiftit, domethënë ato që i duan, i respektojnë, janë shumë të lidhur me to, të mos të shqetësohen, sepse kam patur shumë SMS në Instagram, Tiranë se çfarë mendon, si qëndron kjo marrëdhënie, pse bëhen këto lëvizje. Janë lëvizje artistike do t'i quaja unë, lëvizje që pa to nuk ka kuptim gjëja, domethënë mos jetë kjo gjë nuk ka kuptim gjëja dhe duhet me patjetër që të bëhen këto lëvizje për të qenë sa më skenik. Tani se kush i mëson, me patjetër ato punojnë në një televizion që është fabrik e të gjithë televizioneve të tjera, Top Channel është gjigant dhe duket që di shumë bukur të punoj për të arritur të merr të gjithë atë vëmendjen e madhe dhe të merr atë strategjinë të shitjes së programacionit të tyre. Në fund unë e pres që Mateo të bëjë një lëvizje interesante, të bëjë një lëvizje të bukur që do ta komentoj në fakt në momentet në vazhdim, por që ekziston një ndarje, që ekziston një krisje, që ekziston një thyerje shpirtërore mes kësaj dysheje, unë nuk e besoj as pak dhe s'ka gjë në botë që mua mund të më bindë që ta besoj këtë histori. Dua të marr mendimin tuaj. Përshëndetje të dashur miq të mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit, ngjarjet që në thelb e dridhin publikun. Nata e mbrëmshme ishte nata edhe njëherë ku Shkupi shënoi historinë e madhe të artit, ku Shkupi i dha edhe një tjetër emocion, apo shqiptarët e Maqedonisë i dha një tjetër emocion, një tjetër dimension, artistit të madh Ylli Limani. Prezenca e tij e bëri që të gjithë shqiptarët të ngriten në këmbë dhe një numër jashtëzakonisht i lartë ishin për të ndjekur yllin e skenës shqiptare. Yllin që bëri për vete qindra dhe mijëra shqiptar, të cilët e dëgjonin këngët, të cilët e dëgjonin tekstet e ndjera, të cilët i dëgjonin emocione që përçonte vetëm Ylli Limani. Ylli Limani, natën e mbrëmshme, me patjetër që do të këndonte edhe për të madhin Shpat Kasapi. Do me thënë, edhe pse Shpati nuk është më në mesin tonë, mua më pëlqen dhe jam shumë falenderues ndaj të gjithë kolegëve që përzgjedhin që në vendin ku ai kaloi fëmijërinë e tij, ku në vendin ku ai e jetoi një pjesë të jetës së tij, sepse Shpati nuk arriti dot deri në gjysmë të jetës, e jetoi një pjesë të jetës së tij, aty këndohet me shumë dashuri, me shumë emocion, edhe kënga e tij shqip. Bash një lloj përlotje, realisht më e bukura ishte se të gjithë shqiptarët që ishin pjesë e atij momenti, në shenjë respekti, domethënë kjo tregon se sa popull solidarizues jemi ne,
në shenjë respekti bënin tag në Instagram edhe Selvien, bashkëshorten e Shpatit, vetëm për t'i treguar që Selvia e Shpati po këndohet sonte këtu dhe ne nuk e harrojmë atë kurrë, ne në të gjitha dimensionet arrim që ta rikujtojmë Shpat Kasapin. Në fakt ishte një moment shumë emocional, një moment që na përloti të gjithëve dhe një dizajn i punuar shumë bukur mbrapa, ku në shenjë respekti shkonte për Shpat Kasapin. Kjo i dha edhe një veçanti realisht të gjithë këtij koncerti, se nëse më pyesni se cila mendon Tiranë se ishte bukuria e këtij koncerti, ishte pikërisht kjo. Edhe kjo pjesa i dha një veçanti këtij koncerti dhe e bëri që ky koncert jetë edhe më i bukur, të jetë edhe me më shumë ngjyra, të jetë edhe me më shumë dimension, që do të thënë të jetë përtej gjithçkaje. Unë dua sinqerisht ta përgëzoj Ylli Limanin si artist i cili përzjodhi që të bën këtë lëvizjen kaq të ndjerë, kaq të bukur, kaq shumë pozitive që në të vërtetë na dha të gjithëve emocione shpirtërore.